po më duhet ta marr çik vetën se para se të filloj këtë intervistë se çka kishim një ritual këtu. Hajde. Objektivi jot është të zësh vendin trajnerit e ekipit parë? Unë që u ka marrë. Po që në ndiqni në... Këtu jam me trajnerin e ekipit B, Ergjys Luga. Ergjys, përshëndetje. Përshëndetje. Tani, unë do të bëj disa pyetje, 3 pyetje kisha mundësi të bëj, sa që lejon minutashi. Sa rëndësishme është puna me ekipin B? Atëherë, skuadra B është një skuadër që është krijuar në funksion të skuadrës A. Është një skuadër e cila ka dhe objektivin e saj, për momentin neve jemi në kategorinë, militojmë kategorinë e 2 të kampionatit shqiptar. Kemi luftë me të vërtet shumë të hapur dhe shumë të fortë. Jemi 4 skuadra të cilat jemi, le të themi, dhëm për dhëm me njëra tjetrën. Kemi që në fillim, pothuajse në fillim sezonit. Tani cili është gabimi më i madh që bëjnë lojtarët, le të themi? Ose edhe si këshill që ti mund t'ja japësh shtrimve që mos t'i bëjnë ato gabime. Lojtarët, qofse flasim për lojtarët cilët kanë kaluar një pjekuri, që kanë kaluar një farë standardi pjekurie, thjesht është menaxhimi i vetes tyre. Nuk janë vetëm 1 orë gjys futbollist, po duhet jenë pothuajse 24 orë. Këtu hyn dhe pjesa e regjimit, pjesa e stërvitjes, gjithashtu është dhe pjesa e kujdesit stërvitjes individual. Jo t'jenë si lojtarët brazilianë në diskotekë. Brazilianët sa ato e kanë disi. Brazilianët kanë dhënë i farë moshe atë limitin e vet. Tani, cili është objektivi juaj me këtë lojtarë? Objektivi është që neve ta ngrejmë kategorinë e parë, ta ngrejmë skuadrën në kategorinë e parë. Dhe me këtë kontingjent që kemi, t'i shfrytëzojmë dhe t'i kemi dhe gjithmonë dhe për vitin tjetër. Shumë mirë, tani objektivi jot është që zësh vendin trajnerit e ekipit parë? Unë jam unë që u kam marrë, kam qenë gjithmonë i fokusuar tek skuadra B. Nuk është ky objektivi? Jo, absolutisht. Të bashkëpunojmë po. Bashkëpunojmë? Po. Po jo të zësh vendin? Jo. E sigurt? Jo, nuk e kam pas. E kemi të filmuar? Jo. Atëherë s'po të marrim më shumë kohë aty që të vazhdosh edhe servitjen me ekipin edhe faleminderit shumë. Gjithë mirë. Faleminderit. Edhe miqtë e pas pak, pasi kemi ndjek edhe ekipin B, tani do kalojmë tek ekipi A. Aty ku ky tha nuk do i zë vendin, po unë e di që do ja zë vendin. Vazhdojmë shihim. Gati! Se duhet të jemi gati aty kur të lyjmë aty me topi qik, se aty e kam talentin. Miqtë e pas pak, tu jam me trajnerin Olton Kërnaja, patriotin tim. Gëzon, si kalon. Oltoni është trajneri i Partizanit, besoj gjithë ju e njihni, por edhe po mu po më duhet ta marr çik veten se para se të filloj këtë intervistë, se çka kishin një ritual këtu që do na gjunin nga shpina, nuk e di pse. Olton, mirë se gjeta herë edhe suksese mbi gjitha me Partizanin, por ajo që do të pyes cili është objektivi juaj të sezon me Partizan? Atë mirë se erdhë. Gjithmonë ne me Partizanin kena munduar të marrim vetëm ndeshjen e radhës, nuk kemi parë një hap tjetër, sepse Partizani një emër i madh i futbollit shqiptar, gjithmonë do luftoj për trofe, gjithmonë do luftoj të renditët sa më lart tabelë. Kjo nuk është objektivet e mi, jemi që mu tani trajner, por çdo lloj trajneri që do të Partizani, vetëm ky është objektivi besoj. Ke menduar një herë të largohesh nga Partizani?
Shpresoj që jo. Shpresoj që jo. Edhe trajneri besnik. Shpresoj që jo. Stavi na ka kështu besnik, kështu që Shpresoj që jo. gjithë nuk do ikim nga Partizani, po. S'ke arsye kritik. Edhe nga pjesët që treguam nga struktura e Partizanit, realisht edhe kushtet janë goxha të mira dhe besoj ndihmojnë edhe në zhvillimin e lojtarëve që të arrijnë edhe një standard më të lartë. Ka për shembull ndërhyrje ku diun nga drejtuesit, sponsorat në lidhje me formacionin ose ky lojtar ai. Jo, nuk ka shanse. Ska shanse zero, janë zero. Nuk ka fjalë edhe për të kishte. Nuk ka shanse. Seriozisht nuk ka shanse sepse fusha ka treguar një mos harrojmë vetëm një ekip në Superligë që kemi aktivizuar rreth 38 futbollistë, kështu që ai që ka meritu ka luajtur. Gjithmonë, do të thënë është çështje merite. Çështje merite, çështje momenti. Konkurenca është e pastër, përderisa janë 38 veta që kanë luajtur, vetë që konkurenca ka qenë e pastër. Nuk janë gjithmonë të njëjtët, ata që janë mirë gjatë gjithë javës së stërvitje. Ka problematika mes lojtarëve me njëri tjetrin, ndodhin ndonjëherë për shemb? Jo, është një grup shumë i mirë, kryesisht janë djem të rinj. Fryma shumë pozitive në ekip, kështu që këta ne kanë bënë të thjeshtë edhe senatorët e ekipit na thonë se Sku ka dhe shoqëni që edhe momenti që s'kan qenë në formë, Sku ka marrë ata detyrë që s'kan qenë në formë, s'kan luajtur, nuk është që janë bërë problematik, kështu që normalisht e ka ditë atë pozicionin e vet. Kjo na ka ndihmuar më shumë. Vendimet e drejtuesve. Kjo na ka ndihmuar më shumë. Supozojmë që në rast një ditë nuk do ishte trajner, cili nga lojtarët do ja besoje pankinën? Nga këto që ke. Nuk isha ndeshjen e kaluar, nuk isha me 4 verdh në Durrës, isha si hiper. 4 verdh. Me 4 verdha, isha tropojan normal. Isha në tribunë dhe shiqur zotit përveç stafit që e kemi të mrekullueshëm të çuna dhe CEO-in. Ka do veçoje si lojtar. Si lojtar që është më afër trajner ligut është Murataj. Kuptohet ai është pak më nga ata djem që kërko pak më shumë në trajner ligut që kërko të vjedhë në thonjë zanatin, ndërsa pjesa tjetër bëjnë vetëm detyrë. Tani unë do t'jap edhe një sekret këtu para kamerave dhe do japësh edhe përgjigjen para kamerave. Trajneri i ekipit B po planifikon Zevenin. E ka deklaruar në intervistë. Kështu do japësh një përgjigje. Problemin atë Partizani. Ai tha unë jam gati tha t'ja marr vetë. Partizani, inshallah më shpresojmë. Do të fitojmë poshtë gjitha ndeshjet që dim la. Nuk rëzot nga froni, jo. Nuk është të shfarë. Ne jemi grup, kuptohet, të Partizani për te shakave ka funksionuar gjithmonë kështu që bashkë me ekipin e parë, ka qenë ndërlidhje me ekipin B. Ndërkohë që kam qenë trajner ekipit B, kam qenë asistent e ekipi A, domethënë rrinim gjithë ditën këtu, të njëjtën gjë bëj Zhivani. Përsëri patrioti jon tjetër, tropojani jon tjetër. Është me mua të A-ja, po është të B-ja, kështu që jemi grup kompakt. Nuk ja dola do të kështu që nuk ka jemi grup kompakt, nuk ka ne mundohemi bëjmë çdo gjë kompakte, kam thënë se Partizani nuk ka individ, ka grup, kështu që si Oldi, si Pauldi gjithë grupi. Po edhe grupin tuaj të shpina ime. Kështu që shpresoj shumë të fortë realisht. Shpresoj ta kenë kryer tamam detyrë. Shihemi pak. Tani miqtë e pas pagut, pas e kemi parë disa strukturat Partizanit, këtu jemi edhe me stafin mjekësor të Partizanit, me legjendën që mu prezentuan fillim, Ergys Reqa. Ne pam komplet strukturat e Partizanit dhe realisht ishin goxha të veçanta. Tani çfarë keni diçka të veçantë ju që do ndani këtu me ne që ekipet e tjera nuk e kanë? Përveç pjesës fizioterapisë që ne normalisht jemi goxha të përgatitur. Kemi edhe defibrillatorin, e cila duke parë që është kjo pajisja këtu. Çfarë shërben kjo pajisje? Është një pajisje që sepse me sa më thatë ishte goxha e rëndësishme dhe do të praktikisht mund të shpëtoj jetë. Është një pajisje që mund ta quajmë një tepër të rëndësishme, decisive, kyçe që shpëton jetë, që të rikthen përsëri në jetë në situata kritike të jetës. Në botën e sportit, çfarë do lloj sporti, të paktën ato sporte që kanë kontakt me njëri tjetrin, kontakt fizik, është e rëndësishme, duhet të jetë pranë çdo ekipi, pranë çdo lloj sporti. Është pajisje e cila është e pandashme me neve, është pjesë e familjes tonë. Gjithmonë me ju. Gjithmonë. Kush e merr këtë Keiti? Keiti e merr edhe te shtëpia këtë, e marr aty me kujdes kështu. Është pajisje që neve e marrim kudo, në fushë, në hotele, në udhëtime. Pra do të jetë gjithmonë e pranishme me ju.
në pankinë dhe në raste decizive kemi padur, po shpresojmë të jenë sa më të rralla në të ardhmen ose të mos kemi fare. E mira që mos vjet kur në punë, por që ja që duhet. Shpesh herë ndezim të fikin thjesht të ketë të shikojnë karikimin. Apo no. Shpresojmë mos ta përdorim asnjëherë. Unë shpresoj që mos përdor kur, por gjithsesi është një hap mjaft i rëndësishëm që një ekip si Partizani ka një pajisje të tillë. Quna, shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. E unë përlet që të vazhdoni punën edhe me ekipin, pasi me sa di fillon edhe stërvitja për pak, kështu që miq jemi pas pak në strukturat tjera të Partizanit. Atëherë miq të pas pak, tu jam me njërin më besnik të Partizanit, po vetëm besnik nuk quhet, jam me drejtorin e Akademisë Partizanit, Genc Tomori. Genc, mirë se gjeta. Mirë se gjeta. Ishte vërtet fantastike kompleksi i Partizanit, po tani unë do të pyes në 30 vite eksperiencë që ti ke me Partizanin. Do na tregosh pak shkurtimisht edhe etapat që ka kaluar ekipi i Partizanit që ti jemi sot këtu që të kemi edhe këtë kompleks. Them është një histori e gjatë, sepse edhe unë domethënë kemi gjetë edhe njëri tjetrin në kuptimin që edhe unë kam dalë nga Akademia e Partizanit, por në kohën që kemi qenë ne, nuk kanë qenë akademi, kanë qenë 2-3 ekipe që përfaqësonin Partizanin, plus edhe ekipi i parë i të rriturve, edhe atëherë Partizani ka pas ekipe shumë të mira. Pastaj, mas vitit 90 ndryshoi edhe cikli i futbollit, filluan akademitë e para. Unë kam filluar edhe një akademi private në fillim, sepse akoma klubet nuk ishin kriju akademitë e mirëfillta. Partizani ka qenë nga të parët, aty fati që unë isha te Partizani, dhe unë isha drejtori i akademisë. Nuk e di. Tani kam ndjek kjo puna e kam. Atë kanë nga mbrapa nuk. Edhe plus isha një detyrë tjetër, isha trajneri i të rriturve, pastaj zonë trajneri i të rriturve, pastaj kalova drejtori i akademisë në vitin 2001. Me një klubi nuk ka qenë këtu, ka qenë afër 21 dhjetorit. Atje ka qenë gati 4 fusha. Edhe u kriju Akademia e parë e Partizanit që nga gjithë Shqipërinë, domethënë. Aty pastaj mori dhe hov edhe lindja e akademive të klube. U bën shumë klube pastaj me akademi, Dinamo, Vllaznia, Tirana, të gjithë filloi kjo, sepse edhe në botë kjo ishte sistemi i akademisë që prodhoshin lojtarë për ekipin e parë. Ndjesh në çik xheloz se ti nuk i kisha ato kushte dhe këto lojtarë sot i kanë? Padyshim, po të shohësh çfarë kanë kalu, edhe me kushtet që janë tani, them janë kushte shumë më të mira. Prap, unë nuk jam i kënaqur se duhet të ketë edhe kushte shumë më të mira. Kur keni një talent dhe ju ikën nga Partizani, më shumë gëzoheni apo mërziteni? Unë kam atë bindjen time dhe gjithmonë me prindrit, me lojtarët që flas shumë lirshëm, sepse janë gati 200 veta që vinë këtu, edhe gjithë i them që ai që do luajë te Partizani, te ekipi i Trive, them me atë që sigur ka luajë te Real Madridi ose te Milani ose te Barcelona, sepse për Shqipëri Partizani është si këto ekipe. E kuptova. Miq, të pas pak ka që ishte edhe intervista me pjesën e drejtorit të Akademisë Genc Tomori. Genc, shumë faleminderit edhe për këshillat dhe gjithë ato si thosh pjesën dhe eksperiencën që ti kishe tek Partizani. Kështu që miq, shihemi pas pak me pjesë të tjera të Partizanit. Atëherë miq, këto janë dy ekipet e fundit që stërviten në kompleksin e Partizanit, pra janë ekipet të akademisë. Unë në njërin krah është U13 dhe nga krahu tjetër është U14. Normalisht edhe këto do i lëm që të stërviten qetë, sepse normalisht do rriten edhe me frymen që do jenë besnik Partizanit deri në vdekje. Kështu që ju mos harroni të na bëni follow në gjitha platformat tona si Facebook, Instagram dhe subscribe në YouTube. Kështu që na ndiqni në Me ty jam Partizan, në shto që ti her. Nuk e di përse në zemrën time je, jo nuk po e kuptoj. Nuk e di përse në zemrën time je, jo nuk po e kuptoj. Gati. Okej. Është një rregull i pashkruar në futboll që kjo pjesa nuk shkelet, kështu që duhet i bish thank you. Ka veçëshë të stopojmë pastaj. 1-2, Risi, si kalove? Risi. 1, 2, 3, prova. Pse më dhëm një këmbë. Patjetër. Futur së fund me si. Si, po.
Cyle? Cyme. Cyme. Dhe këtu jam me trajnerin e ekipit të gocave, Cyle Lulaj. Cyme Lulaj. Ma, Cyle. Se mos vinë vogla. Po e ke 7 metra, a? Okej. Hile. Edhe je. Janë femra, si të gjitha. Na falni se po na merr edhe frymë. Sponsorin tan, zdralalala. Dhe Partizani duke u munduar që kap këtë, kap atë, kap këtë, kap. Si magnet të skuka lita ju i direkt e kapiteni. Bravo Giulia, bravo. Po, zim gjo, vish bluzën ka tunel lita ju i vla. Kene ka tunel. Po shoh ti ke kështu. Qa ke rrallën? Video. Okay. Albanian flag. No. Like this. This? No. Open. No. Po, unë e di që doja zë vendin. Vazhdojmë shihim. Ma fut.